Aktori i njohur Yul Deda ka reaguar në rrjetet sociale me një mesazh të ndjerë në mbështetje të kolegut dhe mikut të tij Beskallaku, pas deklaratave emocionale që ky i fundit ka bërë në lidhje me jetën, familjen dhe vlerat që udhëheqin sot. Në një postim të shkurtër të publikuar në Instagram Story, Deda u shpreh se fjalët e tij janë të dedikuara kryesisht për ata që nuk e njohin vërtet Besin, pasi sipas tij njerëzit që e kanë pasur pranë nuk kanë nevojë për sqarime. Për te punës, karrierës dhe publikut, Beskallaku është një nga djemtë me zemrën më të bardhë që kam njohur në jetë. Nëse ka mundësi të bëhet për ty diçka të vogël, ai bën maksimumin, shkroi Yul Deda, krahas videos të podcastit ku ishte i ftuar Besi. Reagimi i Yul Dedës vjen në një moment kur Beskallaku po komentohet gjithsesi për anën e tij me reflektuese të ndjeshme, duke zbuluar një dimension më njerëzor pas figurës së humoristit që publiku ka ndjekur për vite me radhë. Kujtojmë se Beskallaku nda nga këngëtarja Xhensila Mertezaj me të cilën ka 2 fëmijë, ku na do të themi se ishte një divorc që bëri bujë të madhe.